Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar këtë të premte përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka theksuar parimin e pavarësisë në ushtrimin e funksionit të saj hetimor. Në një mesazh të publikuar në Facebook, Prokuroria e posaçme thekson se nuk ndikohet nga presione të jashtme dhe se çdo çështje trajtohet sipas ligjit. Në mesazhin e publikuar SPAK nënvizon se vepron në mënyrë të pavarur dhe se hetimet që zhvillon bazohen gjithmonë në prova konkrete. Sipas këtij institucioni, çdo çështje trajtohet në përputhje me ligjin, pa u ndikuar nga presione apo faktorë të jashtëm. SPAK vepron në mënyrë të pavarur dhe heton çështje bazuar në prova, theksohet në qëndrimin e bërë publik, duke riafirmuar angazhimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për një proces të paanshëm dhe profesional. Reagimi vjen në një kohë kur SPAK është shpesh në qendër të vëmendjes publike dhe politike për shkak të çështjeve të ndjeshme që po heton. Megjithatë, në këtë postim nuk jepen detaje për ndonjë rast konkret apo shkak të drejtpërdrejtë që ka nxitur këtë deklaratë të fortë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vijon të theksojë se misioni i saj mbetet lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe standardet e drejtësisë.